Shikues të nderuar, sonte do të flasmi për një temë shumë të ndjeshme, do të flasmi për gjykatën speciale, por në veçanti do të flasmi edhe për luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Për me diskutu lidhje mbi këtë temë, sonte kam të ftuar një mysafir shumë special. Është special sepse ai vjen për herë të parë në studion tonë. Përndryshe unë shpesh herë i them që është Xhexhelez Alia i kohës moderne. Mund të pyet dikush pse, por arsye se në legjendën e Xhexhelez Alias plagët e Xhexhelez Alias thuhet që i kanë kulluar dikon 9 muaj, ndërsa ati ende sot pas 27 viteve luftë i kullojnë plagët. Realisht ai është veteran i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Njëherët është edhe kryetar i organizatës të veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Me neve sonte është zotëri Hysni Gusati, jemi pesmi me Eduard Tëgitë të madh. Faleminderit shumë, Eduard. Respekti, faleminderit shumë. Po duhet si tek Këshia. Pas Xhexhelez Alia, aja kom qëllua jo, i kohës moderne. Aja është met ti i vërtet. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit sa tripiteje. Unë mos pari do shta të lidhna të sot është 12 qershori, dita e shirimit vendit. Këtu kem nëna dëshmorëve. Unë do t'ja uroj ditën e shirimit nëna dëshmorë mos pari, invalidëve dhe veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Urime gjithë, faleminderit shumë. Edhe gjithë qytetarët të Kosovës. Unë faleminderit shumë që gjithë. Faleminderit për që më qujte me Xhexhelez Alinë. Unë është e vërtet kam bërë 30 operacione gjithë e këmë jashtë vendi, në Turqi dhe në Gjermani, edhe në Holland sa isha në Burg, 2 i kom bërë, kështu që po është e vërtet i kom 30 operacione dhe ende kam probleme me komën e djathtë, kështu që shpresoj të Zotin një ditë do të bëj mirë si gjithë shokë tjerë. Urojmë dhe shpresojmë dhe të vitë dhe ta lirojmë se na kanë liruar shumë. Faleminderit shumë. Sonte besoni apo ju e kaloni një eveniment shumë të rëndësishëm për me qenë pjesëmarrës të na veç për na nderu neve edhe Zotrik, kryetar, në emër të organizatës veteranëve të luftës Dega në Viti, në krye me kryetarin Idris Çuni, kemi ardhur t'ju nderojmë dhe t'ju respektojmë. Raporton komandanti Shqiponia. Nderima dhe. Faleminderit shumë. Faleminderit me këtë prezantim dinjitoz. Faleminderit shumë pasazhi. Respekte, faleminderit shumë. Ma vonë me siguri kena me pas rastin. Do të gjithë jam edhe për Sadri, faleminderit për këtë surprizë, për ta burra. Jena mënu bashkë me kryetarin Idris Çuni. Ta burra edhe shokët e tyne jenë ata që të kanë sjellë lirin, edhe ta janë drita e këtij vendi. Njeri vetëm ai që s'ka tru në kokë edhe që s'ka symbol, mundet mos mi vlerësu këta burra, sot që janë këtu prezente, se erdhën këtu ma bënë këtë befasi, thasha marrët veteranët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, sidomos dëshmorët, edhe nënat këtu që kemi pall ulljen, drita këtij vendi. Po mos ishte lufta titanike, edhe më shohet lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës, sot unë do të ishim unë këtu. Absolutisht. Edhe sot qeveria nuk do të funksiononte, pavarësisht kush do të çeton qeveri, pa luftën tonë ata nuk do të ishin ullë ato. Absolutisht është lufta më e pastër edhe më e denjë herë që ka ndodhur në historinë e popullit shqiptar, sepse më në fund na kena luftuar për veti. Jo që du me besune, po kam besuar ndërkombëtarët, edhe gjithmonë tjetë kanë thonë që ka qenë një guerrilje më e mira në botë. Është një luftë që ka mbrojt vendin e vet, kombin e vet, popullin e vet edhe fëmijët e vet. Ta djem ka mbrojt kombin mas pari, ka mbrojt vendin e vet Kosovën, po ka mbrojt edhe familjet e veta. Kështu që unë jam minjes për gjithë veteranët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, si gjallëni, po për kulna para atyne që sot që janë mesin dorë. E kena organizuar bashkë me kryetarin e OVL-s në Viti, Idris Çunin. Ai nuk është vetëm në Viti, po besoj është edhe me Idris Çuni, unë kam njoftë shumë vonë, kam shumë fjalë të mira për atë burr, pse është prezant tash po vjen keq mi thon, po Idris Çuni komandantor të kryqësisë. Është i punëtor shumë i madh, e kanë gjallë degën e veteranëve, faleminderit edhe pe ish kryetarit kur ka qenë atëherë. Tash edhe Idrisi ka punë shumë, është të punë shumë. Po vërtet. Suksesi më i madh i Idrisit unë jam të llogarit, tash të punon një punë të madhe që do t'i vendos 3 shkronjat e arta në Viti, ku atje do të ndriçojnë 3 shkronjat e arta të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Bravo. Sigurisht. Urojmë shpresoj shkronjat e UÇK-s me qenë edhe në zemër të çdo shqiptari, jo veç kështu. Veçanërisht të këtyre që udhëheqin shtetin. Unë në emision më herët pa ta thonë para 3-4 nete, thotë dikush ta gjithë qytetarët e Kosovës të dojnë ushtrinë lirimtare të Kosovës. Shumë e vërtetë. Po ka disa shiffolca, në thojza që për fat keq janë bashkëpunëtor të armikut të Serbisë dhe kemi bashkëpunëtor të gjykatës speciale, se unë nuk them se kundër drejtësie. Nëse thotë dikush kundër drejtësie ka bën shumë, po duhet të dallojmë kush është prokurori,
kush janë gjyqtarët apo kush janë punëtorët gardian vërtet, demeran. e vërtet. Kështu që mua vjen keq për aty në njerëzve që ende mendojnë ta mojnë trupin Kosovë e kokën Serbi. Ata duhet me di si pilon hijet keqe familjes, nipav, stërnipav, dhe kjo do psi aty në shumë, që nëse mendojnë ashtu të kenë trupin Kosovë e kokën Serbi, ata duhet me di si kjo punë ke ka thonë edhe në përfundu. intervista po. Po, Shpeshere ke thonë edhe për kryeministrin Kurti, ke thonë që dëshmorët e klumbit, domethënë apo veteranët e OÇK-s për kryeministrin Kurti janë të mirë veç kur janë të vdekur, ndërsa të gjallët janë të vdekur për ta. Pse? po vetë puna ti po tregon. Albin Kurti jo që kom diçka me to, se unë ato Albin Kurti aso kërkom fshat, aso kërkom në megje, që të kem probleme si në shqiptarë se kem zakon për megja. Për mu kushdo që vjen kryeministër i vendit tam unë do ta respektoj. Po Albin Kurti s'na ka lënë neve një jeshi të mirë ta respektojmë për arsye se Albin Kurti veteranët e ushtrisë ndor nuk i respekton fare hiç. Për Albin Kurti janë mirë ata që të vdekur. Edhe na po të ishim vdekur, po të ishim të mirë. Ai nuk don të ketë veteran gjallë. Don vetë jetë. Këtu sumullori i vendit që ka shumë gabim. Edhe sumullori i vendit ka qenë ushtria shqiptare e Kosovës krye me komandantin legjendar Adem Jasharin. Pra do të ditë vërtet. Kryetar, po, a ka qenë se ju realisht ju një kryetari i OVL-s OÇK-s, a ka qenë veteran, se e keni thonë shumë herë që ose a ku zyre me si veteran. Albin Kurti, unë thashë marr, absolutisht me to privat njëtë privat s'kom bushë. Albin Kurti ka qenë një përkthyes të Baci Adem, me respekt më të madh për Baci Adem. Ky ka punuar në zyret e Baci Adem. Albin Kurti nuk din ku ka qenë ushtar. Unë i kam kërkuar pyetje publike, sot bëj prapë pyetje publike dhe thirrje, ne na tregon cënë njësi ka qenë. Cënë zonë operative ka qenë Kosovë. Cënë tokë, kompani, apo batalion, apo brigadë, ku ka qenë, nuk është problem, vetëm me tregu, edhe me do publikisht, me do kam qenë këtu, s'është marrë. Po unë me sa di, edhe shumë shok mirë, shumë komandantë e dinë që Albin Kurti s'ka qenë pjesëtar i ushtrisë të Kosovës. Se aplikacioni fort mirë shkruan ato, pjesëtar i ushtrisë të Kosovës është ai i cili është me uniformë su këta kolegë këtu që kemi para, këta po shiftarë që kemi para, Albin Kurti duhet jetë pjesëtar i ushtrisë të Kosovës, nëse ka pas uniformë edhe armë në dorë. E ka pas shoncën, po është veteran Albin Kurti, është kartëri s'ka marrë kur, po certifikatën e veteranit e ka. Albin Kurti ka pas shoncën tjetë pjesëtar i ushtrisë të Kosovës, ka pas rasti kur ka qenë Drenicë, ka qenë në Llap, ka qenë shumë zona tjera në përvizita me Bacendem, edhe ka pas mundësinë që tjetë pjesëtar i ushtrisë të Kosovës, dhe jo tjetë në përbugjet Serbisë, qysh e ka më Prishtinën kanë arrestuar që më vjen keq, pse kanë arrestuar ato dhe gjithë shqiptarët që kanë arrestuar shumë vjen keq. E ka pas mundësinë tjetë mbali ai. Pse ne me kur jemi të arrestime keni thonë në diçka shumë më rëndësishme, keni thonë që ai nuk është domethënë i burgosur politik, po është i kidnapuar. Ja, tash, nëse him në këto detaje është shumë e vërtet, nuk don shumë histori për to, Albin Kurti është fakt se ku gjithë qytetarët e Kosovës që kanë qenë të arrestuar, të morën peng. Unë kam bosë dojnë tim, Isuf Zariqin e kam bosë në burg, edhe shumë tjerë njerëz që njohën farefisit tim edhe shokët mi që kanë qenë burg, kanë qenë peng lufte. Edhe Albin Kurti ka qenë peng lufte.